Dita e 24 e leximit të Biblës. Dhe sot lexojmë Zanafilla 39 dhe 40, Psalmi 44, Mateu 15, 21 deri në 39. Zanafilla 30. Ndërkaq Jozefi u çua në Egjipt dhe Potifari, oficeri faraonit dhe kapiteni i rojeve një egjiptas e bleu nga Ismaelitët dhe që e kishin sjell atje. Zoti që me Jozefin dhe ky kishte mbarësi dhe banonte në shtëpinë e zotrisë të egjiptasit. Dhe zotria e tij e pa që Zoti që me te dhe që Zoti i sillte mbar çdo gjë që merrte në duart e tij. Kështu Jozefi fitoi hir në sytë e tij dhe hyri në shërbimin personal të Potifarit, që e emëroi krye administrator të shtëpisë së tij dhe i la në dorë gjithçka zotëronte. Nga çasti që e bëri krye administrator të shtëpisë së tij dhe për gjithçka që zotëronte, Zoti e bekoi shtëpinë e egjiptasit për shkak të Jozefit, dhe bekimi i Zotit përfshiu gjithçka që kishte në shtëpi dhe në fush. Kështu Potifari la gjithçka kishte në dorë të Jozefit dhe nuk shqetësoi më për asgjë, përveç ushqimit të vet. Dhe Jozefi ishte i bukur nga forma dhe kishte një pamje të reqse. Mbas gjithë këtyre gjërave, gruaja e zotrisë së tij ja vuri syt Jozefit dhe i tha: "Pjer dhe fli me mua." Por ai e refuzoi dhe i tha gruas së zotrisë së tij: "Ja, zotria im nuk shqetësohet për ato që ka lënë në shtëpi me mua dhe ka lënë në duart e mia gjithçka zotëron. Nuk ka asnjë më të madh se unë në këtë shtëpi. Ai nuk më ka ndaluar asgjë veç teje, sepse je gruaja e tij. Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të kryej një mëkat kundër Perëndis?" Me gjithë faktin që ajo i fliste Jozefit për këtë gjë, çdo ditë ai nuk pranoi të binte në shtrat me të dhe t'i jepej asaj. Një ditë ndodhi që ai hyri në shtëpi për të bërë punën e tij dhe nuk ndodhej në shtëpi asnjë prej shërbëtorëve. Atëherë ajo e kapi nga rrobat dhe i tha: "Eja të shtrihesh me mua." Por ai ja la në dorë rrobën e tij, iku duke vrapuar jashtë. Kur ajo pa se ai ja kishte lënë në dorë rrobën e tij dhe kishte ikur jashtë, thirrri shërbëtorët e vet dhe u tha: "Shikoni, ai që na solli në shtëpi një hebrej për t'u tallur me ne. Ai erdhi tek unë për të rënë me mua, por unë bërtita me të madhe. Me të dëgjuar që unë ngrita zërin dhe fillova të bërtas, ai e la rrobën e tij pranë meje, iku dhe vrapoi jashtë. Kështu ajo mbajti pranë saj rrobën e tij derisa të kreu sa u kthye në shtëpi zotria e saj. Atëherë ajo i foli në këtë mënyrë: "Ai shërbëtor hebre që ti na solle, erdhi tek unë për të më vënë në lojë. Por sa ngrita zërin dhe bërtita, ai la rroben pranë meje dhe iku jashtë." Kështu kur zotria e saj dëgjoi fjalët e gruas së vet që i fliste në këtë mënyrë duke thënë: "Shërbëtori yt më ka bërë këtë gjë", ajo i natos. Atëherë zotria e Jozefit e mori dhe e futi në burg në vendin ku ishin mbyllur të burgosrit e mbretërit. Kështu ai mbeti në atë burg. Por Zoti qe me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj tij, duke bërë që t'i hynte në zemër drejtorit të burgut. Kështu drejtori i burgut i besoi Jozefit tërë të burgosrit që ndodheshin në burg, dhe ai ishte përgjegjës për të gjitha që bëheshin aty brenda. Drejtori i burgut nuk kontrollonte me asgjë nga ato që ishin besuar Jozefit, sepse Zoti ishte me të dhe Zoti e bënte të mbar gjithçka që ai bënte. Kapitulli 40. Mbas këtyre gjërave ndodhi që kupmbajtësi dhe bukpjeksi mbretërit e Egjiptit fyen zotrin e tyre mbretin e Egjiptit, dhe faraoni u zëmrua me të dy oficerët e tij, krye kupmbajtësin dhe bukpjeksin, dhe i futi në burg, në shtëpinë e kreut të rojeve, në po atë burg ku ishte mbyllur Jozefi. Dhe kapiteni i rojeve i la në mbikëqyrjen e Jozefit, i cili i ndihmonte. Kështu ata qëndruan në burg për një farë kohe. Po atë natë kupmbajtësi dhe bukpjesi i mbretit e Egjiptit që ishin të mbyllur në burg pan që të dy një ëndër, secili ëndrën e tij me një kuptim të veçantë. Dhe të nesërme në mëngjes Jozefi erdhi tek ata dhe vuri re se ishin të shqetësuar. Atëra i pyeti oficerët e faraonit që ishin me të në burg në shtëpinë e zotrisë së tij dhe u tha: "Pse keni sot një fytyrë kaq të trishtuar?" Ata ju përgjigjen: "Kemi parë një ëndër dhe askush nuk është në gjendje për të na interpretuar." Atëherë Jozefi tha atyre:
interpretimet nuk i përkasin vallë Perëndis? Më tregoni ëndrat, ju lutem. Kështu krye kupëmbajtësi i tregoi Jozefit ëndrën e tij duke i thënë: "Në ëndrën time kisha përpara një hardhi, dhe në atë hardhi ishin 3 deg, të cilat sa vun lastar lulëzuan dhe dhan vile rushi të pjekur. Tani unë kisha në dorë kupën e faraonit. Mora rushin, e shtrydha në kupën e faraonit dhe e vura kupën në dorë të faraonit." Jozefi tha: "Ky është interpretimi i ëndrrës. 3 degët janë 3 ditë. Në krye të 3 ditëve, faraoni do të bëj të ngrihesh përsëri kokën lart, do të rivendos në detyrën tënde dhe ti do t'i japësh në dorë kupën faraonit, siç bëje më parë, kur ishe kupëmbajtësi i tij. Por më kujto mua kur ti jesh i lumtur, të lutem trego dashamirësi ndaj meje, duke i folur për mua faraonit dhe më nxirr nga kjo shtëpi, sepse mua më sollën fshehurazi nga vendi i hebrejve dhe këtu s'kam bërë gjë për të futur në këtë burg të nëndeshëm." Kryebuk pjeksi, duke parë se interpretimi ishte i favorshëm, i tha Jozefit: "Edhe unë në ëndrrën time kisha 3 shporta me bukë të bardhë mbi krye, dhe në shportën time më të lartë kishte çdo lloj gjellësh të pjekura në furr për faraonin, dhe zogjt i hanin nga shporta që kisha mbi krye." Atëherë Jozefi u përgjigj dhe tha: "Ky është interpretimi i ëndrrës. 3 shportat janë 3 ditë. Në krye të 3 ditëve, faraoni do të heqë kokën nga shpatullat, do të varë në një pemë dhe zogjt do të hanë mishrat e trupit tënd. Tani ditën e tretë, ditën e përvjetorit të faraonit, ndodhi që ai shtroi një banket për të gjithë shërbëtorët e tij dhe bëri që të ngrinin kokën, lart si kupëmbajtësi dhe kryebuk pjeksi, në mes të shërbëtorëve të tij. Kështu e rivendosi kupëmbajtësi në detyrën e tij si kupëmbajtës që t'i jepte kupën në dorë faraonit, por bëri që ta varnin kryebuk pjeksin sipas interpretimit që Jozefi u kishte dhënë. Por krye kupëmbajtësi nuk u kujtua për Jozefin, por e harroi." Vazhdojmë me Psalmin 44. O Perëndi, e kemi dëgjuar me veshët tona. Etrit tanë na kanë treguar veprën që ti ke bërë në ditët e tyre në kohët e lashta. Për t'i vendosur me dorën tënde, ti ke shpronësuar kombet, ke shërnjosur popujt për t'u bërë vend atyre. Në fakt nuk e pushtuan vendin me shpatën e tyre dhe nuk qe krau i tyre që i shpëtoi, por ishte dora jote djathtë, krau yt dhe drita e fytyrës sate, sepse të pëlqenin. Ti je mbreti im, o Perëndi, që vendos fitoret për Jakobin. Me anën tënde do të përmbysin armiqtë tanë, në emrin tënd do të shkelim ata që ngrihen kundër nesh, sepse nuk kam besim te harku im dhe nuk do t'jetë shpata ime ajo që do të më shpëtoj, por je ti ai që na shpëton nga armiqtë tanë dhe që i mbulon me turp ata që na urrejnë. Ne do të lëvdojmë çdo ditë Perëndin dhe do të kremtojmë emrin tënd për jetë. Por ti na dëbove dhe na mbulove me turp dhe nuk del më me ushtrit tona. Ti ke bërë të kthejnë kurrizin përpara armikut dhe ata që na urrejnë na kanë grabitur. Ti na ke dhënë si dele për therje dhe na ke shpërndar midis kombeve. Ti e ke shitur popullin tënd për asgjë dhe nuk ke nxjerr asnjë fitim nga shitja e tij. Ti na ke bërë për turp nga fqinjët tanë. Me fqinjët tanë, ata u bën gazi dhe tallja atyre që rrin rreth nesh. Ti na ke bërë të jemi gazi kombeve, përsa na përket neve, popujt tundin kokën. Turpi im më rri gjithmonë përpara dhe fytyra ime është mbuluar nga turpi. Për shkak të atij që më fyen dhe më poshtëron, për shkak të armikut, të atij që kërkon hakmarrje. Të tëra këto na kanë rënë mbi kurriz, por ne nuk kemi harruar dhe nuk kemi tradhtuar beslidhjen tënde. Zemra jon nuk është kthyer prapa dhe hapat tona nuk janë larguar nga rruga jote. Por ti na ke coptuar duke na futur në vende çakenjsh, duke na mbuluar me hijen e vdekjes. Po të kishim harruar emrin e Perëndis ton dhe po t'i kishim shtrirë duart tona drejt një perëndie të huaj, a nuk do ta kishte zbuluar këtë gjë Perëndia jon?
Në fakt ai njeh sekretet e zemrës. Por për shkakun tënd ne vritemi çdo ditë dhe konsiderohemi si dele. Zgjohu, pse fle o Zot? Çohu, mos na kthe për gjithmonë. Pse e fsheh fytyrën tënde dhe harron pikëllimin ton në shtypjen ton? Sepse shpirtrat tona janë ulur deri tek pluri dhe trupi ynë i është ngjitur tokës. Çohu të na ndihmosh dhe na shpengo për hir të mirësisë sate, o Zot. Amen. Mateu 15, duke filluar nga rreshti 21. Pastaj Jezusi, pasi u largua që andej, u nis drejt rrethinave të Tiros dhe të Sidonit. Dhe ja një grua kananease që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtas duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o biri Davidit. Vajza ime është tmerrsisht e pushtuar nga një demon." Por ai nuk ju përgjigj fare, dhe dishepujt e tij ju afruan dhe ju lutën duke thënë: "Lëshoje atë, sepse po vërtet pas nesh." Por ai u përgjigj dhe tha: "Unë nuk jam dërguar gjetiu përveç se tek delet e humbra të shtëpisë së Izraelit." Por ajo erdhi dhe adhuroi duke thënë: "O Zot, ndihmom." Ai u përgjigj duke thënë: "Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'ja hedhësh këlyshëve të qenve." Por ajo tha: "Është e vërtet, Zot, sepse edhe këlyshët e qenve han therrimet që bien nga tryezat e zotrinjve të tyre." Atëherë Jezusi ju përgjigj duke thënë: "O grua, i madh është besimi yt. Tu bëft ashtu si dëshiron." Dhe që në atë çast e bia u shërua. Pastaj, mbasi u nis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galiles, u ngjit në mal dhe ul atje. Dhe ju afruan turma të mëdha që sillnin me vete të çalt, të verbër, me mec, sakat dhe shumë të tjerë. I ulën përpara këmbëve të Jezusit dhe ai shëroi. Turmat mrekulloheshin kur shikonin se memecët flisnin, sakatët shëroheshin, të çalët ecnin dhe të verbrit shihnin dhe lëftonin Perëndinë e Izraelit. Dhe Jezusi i thirri dishepujt e vet pranë vetes dhe u tha: "Unë kam mëshirë për turmën sepse u bën 3 ditë që rri me mua dhe nuk ka asgjë për të ngrënë. Nuk dua t'i nis të pangrënë se mos ligështohen gjatë rrugës." Dhe dishepujt e tij thanë: "Po ku mund të gjejmë në këtë vend të shkretë aq bukë sa të ngopim një turmë kaq të madhe?" Dhe Jezusi u tha atyre: "Sa bukë kemi?" Ata thanë: 7 dhe pak peshë të vegjël. Atëherë ai u dha urdhër turmave që të uleshin për tokë. Pastaj i mori 7 bukët dhe peshqit, falenderoi, i theu dhe u dha dishepujve të tij dhe dishepujt turmës. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën dhe ngritën te pricën e copave 7 kosha plot. Dhe ata që hëngrën ishin 4.000 burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët. Pastaj, mbasi e lejoi turmën, hipi në bark dhe u drejtua për në krainën e Magdalas. Kjo ishte dita e 24. Lexuam Zanafilla 39, 20, Psalmi 44, Marku 15.